nuk është se kam në preferenci or something, you know what I mean? Të lutem, kjo s'është pyetje. Jo, po them, lutem, gjo deri në fund. Të lutem, mos më bëj si ata majmuna dek më dek. Ascoltare deri në fund, per favore. A ke pyetje? La stronza, a ke pyetje? Po, kam. Ha? Po ngjo pra. Po. Pse Lale një gocë kur fol më shumë se 2 deri në 3 ditë, del Lale direkt në temë. Këtë mund të ma thush nga që edhe gocëve. Unë këtë kisha. Më falë që po mos ma merr për ironi. Unë nuk përfaqësoj femrat e tjera se s'jam Adami dhe Eva që të di ç'a bën populli. Nëse po folin tash. Ti duhet më bësh mua një pyetje konkretisht për mua. Çfarë çon femra? Unë jam lesbike zëma, nuk merrem me femra. Mirë, të kuptoj, të kuptoj. Unë e dua brenda për vete, ai është çavafoz, ore do flash një gjatë sakti? Po e pra Lale, qa të folim të shqip, qa të themu ty Lale, na për shemull i sekund. Na, për shemull, le të themi ti kena i lidhje, kena i gjo, këtë po thosha. Ti bëra mu ti mund kokë, jam dhe i hash. No, po mirë. Aha. Po thosha. Me që ti dojshë pyetje personale për veten. Po. Shumë bukur. Ke pas experienca i gjona or something, if you know what I mean. Po. E pra, tashi me që jetë ti ajo e podcastit ai që e drejton. Po. Ti me tashi me sa kam gju, edhe me sa të kam ndjek na për live na për gjona. Unë besoj që ai që e drejton nuk është se e lun fort tipin e ironisë. Besoj më kupton. Po. Fali se if you know experienca po thot Oli Dervish. Djali. Se mod. Mirë, okay. Okej, pra çfarë them unë ty çan ngjyrë të pëlqen or something, çfarë them unë ty? Më fal, i zi shpirt më pëlqen i zi. E ke zi ti? Jo, ç'a ishte pyetja, ç'a ke dëgjuar? Çfarë ke dëgjuar nga gojdënat? Që do thua që unë jam ironike? Jo. Po që the kam dëgjuar nga të tjerë, ç'a ke? Jo, nuk më kuptove. Të lartë poshtë për mua. Nuk më kuptove. Ha. Po të thosha që ai që drejton podcastin, unë jam ajo drejtuese e podcastit. Te podcasti. Bravo. Ha blyfa ç'a bëhet. Po flas për podcastin tim. Po le tash të fali çikë. Le të folë, bro. Të dëgjoj avash. A të fol? Ke edhe 1 minutë kohë për të folur, se u mërzitën njerëzit. Vazhdo. Se ne Lale kena në Terezi. Aha. Po të thosh, ai që drejton ai podcastin nuk është se fol me ironi. Me kupton? Po. Bravo. Nuk vi për jashta, të dëgjoj. Ai që u dhish nosh, not në mirë, që me të thonë Lali. Mirëpafshim. Hajde, ciao. Mirëpafshim. Imagjino të marrësh i bursi ky. Po, sa të lodh kokë. Ti e duke fjetur gjuma i thot, do të thënë, ti pas si ky, ti e duke fjetur gjuma aty, jenë orar gjumit, edhe vjen për shprin të veç o shpirt, po pse doj gjumti? Tja fusësh, po me s'hat kesh ndore. Keni parasysh, ti flej gjuma aty dhe vjen partneri jot që vjen tapi pirka roqe nga lokali, edhe fillon me ato të vetat, po pse flej gjumë, po pse kështu, do të thënë, ej, baby, në orën 6 e mëngjesit, qa mund të bësh? T'ja shtrish i po t'ja thysh noflat. T'ja thysh noflat. E këto sa ti pilot shumë është kë. Ose imagjino, do me thënë ti duke bërë aktin, e keni vetë parasysh, ti duke kalëruar, e ke parasysh. Edhe ai vetëm flet. Edhe që ti e në ato momentin. E kuptoni sa mund ndodhi nervat e mia? Edhe ti do me thënë, janë shumë të lotshëm meshkujt, nuk e di, zot na ruaj, janë shumë të lotshëm, Janë shumë të lotshëm. Kozaku, ju lutem shumë një informacion për me kësh futu se nuk ja çoj dot kërkesën. Mund ta di me kësh fut Kozak Braçi? Mund ta di me kësh më jepni një informacion të saktë para prak, me kësh fut Kozaku. Ju lutem, me kësh fut Kozaku. Vetëm, po i thoni pra të çoj kërkesën.
Bilbil, përshëndetje. Mbyllë gojën dhe dëgjo. Ta bëjmë njërë si pyetje. Jo, s'do bësh fare si pyetje. Dilja është pra. Mirupafshim. Një sekundë se s'bërë. Mirupafshim. Ore tani, po zemra tani, një sekond, s'ka një sekond. Nuk ka një sekond. Ju lutem, ka mundësi, po ky, po leje me zemrën se këta i pjerë të bej porë, tani në banjë i qoj këta po. Tani të lutem, do i thonë Qikozaqit në qoj kërkesën? Ka mundësi, ti thoni po pret kiqja? Ka mundësi të në qoj kërkesën Kozaqi? Apo ta lën ta muhabetin? Vetëm ka ish dua të di. I thoni, komentoni qo kiqen aty qoj kiqes kërkesën. Mona ha mutin, thuj. Me kësh, me klean është me kësh. Kozaku është dru, nuk do tha, nuk do. Pse, qa ka? Mona hang të mutin për respekt. Kur do vish e me le tani për sushi. Trapetoro! Kozaku është dru. Se qa është duke për Kozaku? Kozaqi, qa është duke për Kozaqi? O Ino, të lutem, do shkosh dhe e Kozaku shpit se ty të besoj, ta shikosh pak me kësht. Ino kozmetik, se pa shije këtu. Ka mundësi të lutem shumë, të më shosh pak të Kozaku e të thush që hajdi të po të kronë kiqa? Apo do në haj mutin Kozaku? Përshëndetje, mirë se vini në podcastin tim. Përshëndetje, si kalove? Mirë, nga jeni dhe nga flisni? Jam nga qyteti Fierit. Paso ka Fieri sonte o vlla, po? Por nuk jetoj në Fier. Ku jeton ti shpi? Unë jetoj jashtë. Ta bën jashtë? Ëri. Mirë. Si e ke emrin? Ishte vjen podcastin tim. Si e ke emrin? Qa vjeç e je? Qa punë e bën? Unë që e mana. Po? 25 vjeçe. Po? Mjafton kaq? Me qa merresh? Qa ku jeton? Je dashuruar? E virgjër? E virgjër jam akoma. Po, e di. Po, jo. Qa punë e bën? Si ty o kiqe duke nejt kot? Po, ti ku e di që rikotun? Po di me shpirt. Pak të në kotë fundit. Bravo, tani, kam një temë. Shoqjet e tua zemra. E duan tek për tek, apo e duan në grup? Unë e di temën, por unë mendoj se në 2025-ën shqiptarët meshkuj e duan nga pas. Po këta e di unë. Po ti? Ku e dua? Po. Ku e do dhe ti? Unë nuk e dua. Gjithmonë apo me raste? Për momentin nuk e dua se jam ndarë në atë që kam. Edhe unë. Po pse? Ti për qa ndarë? Mirë unë që i bëra mutin kokë, se më trahtoj, po ti? Po edhe mua, pra, pikërisht për këtë gjë që thash. Nëse do të shikon të këtu, apo nuk e di të ndjekaj djali apo jo, nuk kam informacion para prak, tani, qëfar do t'i thoje, qëfar do t'i drejtoje? Do i bëja një thirrje që mos ta punon të bythën kaq fort. Kush ishte arsye që jeni ndarë, ke kapur, duke i rënë nga mrapa? Po pra, shumë e dhimbshme. Si ndodhi, na e demonstro dhe na e trego. Qa ka ndodhur me ju dy? Ti ishe një ditë të bukur, e dashurove, kishe kohë me të, bëje seks, bëje dashuri. Po ti papritur një ditë të bukur, zbulove që ku ishte, vazhdo? Tani është kja... Ky jetonte në Shqipëri. Po. Nga Edhe cili... unë... Nga se mëra ka flish lushjen, nga cili vënd? Jo, ishte nga Verliu. I binte, ha? Po. Bravo. Nese. Dhe unë nuk i them që po vjen në Shqipëri dhe i shkoj të shtëpia surprizë. Po. Dhe shoh aty në kamer, duke i rënë me dorë, me këtë tjetri. Mora valiqe, nika prap në Rina, si ka. Okej, ti e luajte pas dere e pen kamer. Qa ndodhi pas taj? Jo, unë e lash derisa të prishej. Se ke parasysh është ai momenti dhe nuk doja t'ja prish. Pas taj, qa ndodhi? Pastaj i thashë pse nuk më ke treguar.
Çka tha? Arsyeja e tij ishte që unë do ta lija. Do me thënë kishte frikë, sepse unë do ta lija nëse ai do thoshte këtë gjë. Pastaj ti u lëndove apo në momentet shpifet robi, e kupton? Shif pak. Për momentin po më pas se dëgjova shumë histori të tilla, pas ndava historinë time, u pendova që e lash. Ai kur ishte me ty e bënte këtë punë? Se di, unë nuk e di unë e bënda apo jo. Po sigur ajo në kamër të ketë qenë shoqe. Dhe ndoshta ti ke parë gabimisht. Po jo më zemër ata për rënkonin të dy. Tani si? Zemra, dëgjoj, unë jam 27 vjeçë dhe nuk kam bashkëtuar kurrë me dikë. Dhe kam shumë të vështirë të bashkëtoj me dikë. Unë çdo partneri që kam pas në jetën time i kam thënë kaq. Tradhtim me femra ta fal, po me meshkuj. Dhe mi sikur botën japësh nuk ta fal se nuk ka gjë më të vështirë, nuk ka gjë më të ndyrë, nuk ka gjë nuk ka gjë më ekzemplare se sa të mësosh që partneri jot, okay, shkuara nuk na intereson, nuk e kthem dot të shkuarën mbrapa, se partneri jo nuk e di çka kemi bërë në të shkuarë, më kupton? O zemra, unë se mendoja kur se mund ta bënte ai. Një sekond. E kam llafin që u kam thënë vetëm kaq që me femra dhe ta fal tradhtim, se njerëz jemi edhe gënjemi, meshkujt tradhtojnë, e kupton, e di që meshkujt tradhtojnë. Po, patjetër që po. Meshkujt tradhtojnë, nuk tradhton vetëm partneri jot. Partneri dashuri, unë e provokova me atë një shoqes time, me adresa dhe i tha po, takohemi në Lushnjë këtej andej. Dhe unë akoma dhe tani nuk i kam shkruar të them se ma bëre këtë gjë. Po, e kuptoj. Dhe jam një femër që s'më mungon meshkujt, s'më mungon leku, s'më mungon jeta e bukur dhe nuk kam nerva që të çaj karin me një njerëz që nuk i hap bytha për mua. Po, Ai kishte aq mashkull, kisha thënë kiçe ku je? Po, je në shtëpi? Se ka ardhur të shpjejmë, je në shtëpi? Po, pritëm se do vi të sqarojmë, unë e dija që ishe ti. Okej, dhe unë jam një që kuptoj, jam femër e dal, jam një rit tani ti pasi e bëre këtë, pasi 5 orët e mia dhe mos marrësh në telefon, unë nuk jam varikarse, nuk ta hap pirë hiç, e kupton? Edhe sa kohë kishe ti me këtë? Për mendimin tim, edhe sikur mos marrë mirë do bëj. Po pra, një ditë do të marrë se të gjithë kthehen këta. Zemra, qofte edhe një javë, qofte edhe një muaj, qofte edhe një vit, qofte edhe zemra kur e do dikë e do. E kupton? Kur e do dikë e do vlla. Unë për shembull nga ai këto ditë kam pritur një sqarim që më thoj kiçe po unë e bëra moj, më fal, bëra gabim gabova, nuk të ka dhënë asnjë lloj sqarimi. Asnjë lloj sqarimi dhe nuk dua të më marrë më në telefon. Se kur kam çar kur i kam parë ato mesazhe, se unë isha në linjë telefonike dhe po e shikoj që po i thoshte jo po tani s'ka dot, jo po. Mu nuk më hap zemra. Kur unë kam lënë një gjë që kam dash 12 vjet, edhe kam lënë shpirtin për atë dhe jam rrit me të dhe kam lënë virgjërin, e gjitha, mu për këtë s'ma ha kari fare, dhe ai më detyrohet sot mua një më fal për gabimet që bëri. Edhe shpesh më ka pyetur, po pse e dashuruar ti me mua? Dhe unë i kam thënë, zemra ime, për të dashur dikë, nuk duhet as vite as kohë. E dashuron ke kimi, mo vlla, sa shef ke kimi. Po të tërheq. Ose mund të kalosh shumë kohë me dikë dhe nuk të tërheq. Qofte edhe sikur dhe një ditë kalosh me dikë, të fiksohesh dhe dashuron o vlla, s'ka ndonjë gjë. Është mirë, po patjetër. I kam thënë që çdo partnerin e kam thënë, me femra dhe ta fal, po me meshkuj nuk ta fal se është gjë më e vështirë. Nuk kam punë me LGBT në zemra. Nuk kam punë me gay, bën çfarë duan, nuk më intereson fare, nuk dua fare. Por problemi është se unë nuk e pranoj dot. Qofte edhe botë, sikur të jeti pasur i botës, qofte edhe me fëmijë, kem 5 fëmijë, unë një njeri një gjë të tillë unë nuk e toleroj. Unë nuk e di si, nuk jam, domethënë e kam llafi, nuk kam bashkëtuar kurrë me dikë, po dhe të bashkëtoj kam shumë frikë. Edhe të martohem kam shumë frikë. O zemra, po këtë tipi e di çfarë më tha mua, pasi ndodhi e gjitha kjo në një moment që isha pak më e qetë, më tha, unë do doja shumë ta që të kthehesha prapë me ty, tha, por me që ti e more veshta për këtë gjëta, ta pranoshta që unë ta bëj. O zemra te, pse si tek kështu, o shpirt, ti thoshe kështu, o shpirt, hajde ti bjem të dy.
Po i bie të merresh me atë pastaj. Se ti gjesh kollavar aty, lare, ma, ai të merr burrin pastaj. E kupton? Zemra po për shkakun gjatë aktit seksual, juve nuk keni pasur për shkakun ti, se duket se do si do shoh partneri duket. Jo, zemra nuk dukej fare, sa ai duket shumë burrëror në pamje të parë. Aha. Është 2 metër djalë, është i egër. Dhe tani mua më vjen frikë që të njoh dikë kështu prap. Shiko, nuk jam gjithë një lloj, jo? Po, por shumica unë mendoj se tani e kanë qejf të gjithë këtë gjë. Shiko, jam gjithë një lloj, do me thënë nuk jam gjithë një lloj, po dhe jam gjithë një lloj. Unë kam dëgjuar dhe shumë mike të mia që jo se i kanë ndodhur atyre, por më tregojnë histori të njëjta. Për shembull që kanë qejf gishtin, ose ndonjë gjë të vogël, ndonjë çakmak. Nuk më ka ndodhur ndonjëherë, nuk më ka ose ndoshta kam shkuar me dikë që se kam ditur, se kam kuptuar, nuk e di, nuk e veturën zgjat. Por që të nget ndodhur dhe të nget thënë që shif se unë vetëm çat çofe të shiva rop. Mund të ketë edhe këtu pafund nga këta që komentojnë që bëjnë si me sedër. Këta janë më shumë, mendoj unë. Nuk e dua ti bëj këto muhabete fare, ndrojmë temë. Se më ngrihen nervat kur e mendoj, e kupton, jo shoh një skenë të tillë. Kështu që bravo qoftë për ty se unë mund ta kisha vrarë në ato momente. Po dhe mund t'i harja muti, s'ke çfarë të bëj, kupton? Jo, në zemra lërë të bëj qefin e vetë. Shpirt, nejse. Zemra ime të përshëndes. Folëm një bisedë femërore, shumë e mirë. Besoj ta gjesh kollavarin tënd, kolloqarin tënd. Gjithë të mirat edhe shpresoj mos të shtohen më shumë këta.